The territory to the immediate south of our border is now dominated entirely by criminal cartels that murder, rape, torture, and exercise total control. They have total control over a whole nation, posing a grave threat to our national security. The cartels are waging war in America, and it's time for America to wage war on the cartels, which we are doing. 5 nights ago, Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. First time ever. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. Siç edhe dëgjuar nga ky sinkron, praktikisht Trump mbasi ka lënë të kuptojë dhe unë gjykoj që paniku që kanë vendet europiane nga vetmia amerikane nuk është një bllaf. Shpresoj që të mos vërtetohet, por deri tani alarmi është shumë i madh. Përqëndrimi i Donald Trumpit në kontinentin amerikan, në kontinentin verior dhe aty jugor, ose në Amerikën veriore ku ndodhet Amerika vetë, në Amerikën qendrore ku ndodhet Panamaja, aty te komshit, pra komshit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sot po kalojnë momente shumë të vështira. Praktikisht Trump ka premtuar shfarosjen e karteleve, siç edhe dëgjuat, qeveria meksikane nuk dihet se si nga i gjeti 23-24 kryer kartele shumë të rrezikshme, se duhet i ka pas aty nga afër, dhe ja ka dorëzuar Trumpit, ja kanë thënë si terror, për të thënë që ne kemi vullnet për një bashkëpunim shumë të mirë, dhe nga ana tjetër, sherrri i paparë dhe i jashtëzakonshëm me kryeministin Trudeau, pra kryeministin e Kanadas, që Trumpi e quan zoti guvernator. E quan guvernator sepse nuk e njeh si kryeminist, sepse është, po themi, guvernatori i shtetit të 51 që sipas vizionit të Trumpit, Kanada do shndrohet shumë shpejt.